Ajo që është shumë interesante dhe ngre një pikpyetje mbi atë çka dhe ju pyesni Zhej, është pikërisht si ka qenë e mundur të arrijë informacioni kaq i saktë për këto baza kaq të rëndësishme. Dhe nëse do të rikthehemi tek START, pra tek traktati strategjik për limitimin e armatimeve, ndërmjet SBA-s dhe Rusisë, ka një hapësirë e cila i lejon të dyja këtyre vendeve që në fazat e testimit dhe të demonstrimit të numrit apo të densitetit edhe të sasisë të këtyre armatimeve, ato të jenë në hapësirë të hapur, ku do të bëhet testimi nga të dyja palët. Dhe duket që ky koordinim tregoi qartë që ishte informacioni shumë i saktë se kur do të ishte koha kur këto armë, pra kur flota bërthamore apo flota e cila mbante dhe bombarduesit bërthamor do të ishte në fushë të hapur dhe nuk u goditën rastësisht si në Siberi, po aq edhe në territorin në afërsi apo territorin e NATO-s, pra në Finlandë dhe Suedi, e cila ishte një territor neutral. Mbetet ende pikpyetje nëse ka qenë një dhuratë ndoshta administratës Biden, ku i ka dhënë koordinatat e sakta se ku do të ishte momenti që këto avion do të ishin në qell të hapur, apo ishte ndoshta edhe një hakmarrje e Trumpit vet pikërisht nga gjithë ai humilimi apo turpërimi publik që pati këto ditë. Kështu që nuk dihet ende operacioni thotë që është përgatitur 18 muaj më përpara, kështu që më lë të kuptoj që mund të jetë një dhuratë e administratës Biden.